Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Ardit Bido zhvilloi një takim elektoral në qytetin e Vlorës, ku morën pjesë mbi 600 qytetarë. Gjatë takimit ai prezantoi pjesë të programit të tij dhe ndau me të pranishmit qëndrimet dhe prioritetet për qarkun. Në fjalën e tij, Bido falenderoi qytetarët për energjinë dhe besimin, duke theksuar se Vlora ka qenë gjithmonë një qytet që i ka marrë vetë vendimet për të ardhmen e saj. Duhet të japim përgjigje duke nisur nga kozë. Vlora e cila nuk ka ngritur kur pyetje ka dhënë përgjigje. Vlora që nuk ka pritur se çfarë do të bëhet për ka bërë vetë. Duhet sot të japi përgjigje. Mes modeleve politike, mes modelit të opozitës e cila ka mbetur 20 vite pas dhe modelit Partisë Socialiste që është e ardhmja. Dhe brenda nesh, mes modelit të çaketave të vjetra, të cilat janë krenuara, dhe modelit të çaketave të reja që nuk vinë fare me çaketa, vinë me një komish e cila është e blerë në treg dhe nuk ka nevojë të tregosh me çaketë se kushje. Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Ardit Bido theksoi gjithashtu se është i vendosur të përfaqësojë çdo cep të qarkut të Vlorës nga ura e Mifolit në Konispol, nga qyteti në fshat, duke i ftuar qytetarët të bëhen pjesë aktive fushatës der më der për të zgjedhur një të ardhme që ndërtohet mbi zërin e tyre. Unë jam krenar që po të jenë përfaqësues i qarkut të Vlorës, i Vlorës, i Selenicës, i Imarës, i Sarandës me një pjesime, i Delvinës me origjinës time, i Konispoli dhe i finishin parlament, dhe këto mund të ma garantoni vetëm ju. Nëse doni një model të ri politike, keni një zgjedhje në 11 maj, numri 5, Partia Socialiste, të përkasim sot her më der në mënyrë që të garantojnë një fitore ashtu si që meriton jo Edi Rama, jo Partia Socialiste, po si që meriton Shqipëria.